Lesim. Shkurtimisht. Desha t'i me disa precizione mos këmbes bosh audiencës. Me 29 qershor të vitit, Zoti Mahmuti bëri publik iniciativën për themelimin e Bashkimit Demokratik Shqiptar, partia e re këtu në Maqedoni, dhe thotë që iniciativa u bë publike para kongresit të PDSH-s me qëllim që të mos krijohet përshtypja se partia e re është fraksioni i PDSH-s, Partisë Demokratike Shqiptare. Pse do të ishte krijuar përshtypja e tillë? Që jeni fraksioni i PDSH-s. Mund datë. Unë nuk kam hyrë në grup në padër të PDSH-s dhe në asnjë rast nuk kam planuar që të marrë një funksion konkret në padër të PDSH-s. E përmenda fraksionin për një arsye se u bë një propagandë në teren, nuk kam të gjitha mjetët e nevojshme, teknike, për të identifikuar kush e konstruktoi këtë propagandë, se përmendë pat fraksion i PDSH-s për arsye të pakënaqësive individuale. Që të hiqet spekulimi, sidomos u lansoi ndër ajo vjen nga qarqet e PDSH-s, gjoja për atë se unë mund kam të bëhem kryetar i partisë, do të krijoj një fraksion të veçantë, s'kan qenë të vërteta, edhe kundashë mirin para kongresit të shpallë një iniciativë të re, të hapi një fushë të re, në të cilën të gjithë njerëzit që nuk pajtohen në mënyrën e funksionimit të skenës politike, sidomos asaj shqiptare, të gjejnë mundësi të aktivizohen.